Kryeministër Rama, 3 kapituj janë mbyllur provizorisht, cila është situata me 30 kapituj të mbetur. Pra, gjendja ku jemi në gjendjen e progresit për komisioneren Kos dhe ministrin. Në një prej konferencave të mëparshme, ndjes nuk më kujtohet se cila specifikisht, ju thatë se nuk do të keni preje javët që vinë, sepse do të keni konferenca tjera për antarësim. Pra duat pyes çfarë mund të presim javët e muajt që vinë. A do të presim konferenca antarësimi deri ose përpara mbledhjes së Këshillit, mendoj në 22 shtator. Ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani jemi në drejtimin e duhur, me kalendarin të jetë ambicioz që është diskutuar e për të cilin është rënë dakord në ndërveprimin ton të ndërsjell me komisionin. Dhe fal detyrave të pareshtura të shtëpisë që kemi bërë deri më tani. Thënë kjo, kalendari bëhet gjithmonë më shumë ambicioz dhe ne duhet të punojmë gjithmonë e më tepër pareshtur. Në qoftë se atmosfera do të vazhdoj të jetë ajo çfarë kemi përjetuar gjatë kësaj periudhe të fundit, çdo gjë do të jetë aty ku duhet dhe çdo detyrë shtëpie do të bëhet si duhet. Në qoftë se atmosfera do të ndryshojë, atëherë do të shohim, por deri më tani nuk kemi arsye të besojmë se do të ketë një ndryshim atmosfere. Dje, në takimin e koalicionit të vullnetshmëve, pati edhe një qasje, një këndvështrim për këtë proces për vendet që janë në negociata aktive dhe mund të ndjeje lehtësisht se të gjithë janë të prirur që të shtyjnë përpara dhe të gjithë janë të prirur të gjejnë mënyra edhe më të shpejta për ta mundësuar këtë, kështu që jam shumë optimist në mënyrën shqiptare, që do të thotë tragjikisht optimist. Kështu që gati për të ecur përpara dhe për tu përballur edhe me sfidat në qoftë se shfaqen. Por, siç e thash në fjalën hyrëse, presidenca irlandeze na jep komfort sepse Irlanda është një vend që ka dëshmuar përmes shembullit se progresi eksponencial është i mundshëm dhe se irlandezët nuk pranojnë asgjë përveç ekselencës si objektiv. Pra, të jesh i shkëlqyer në objektivin e presidencës do të thotë të mund të mbyllësh më shumë kapituj me ne dhe me të tjerët deri në fund të vitit. Dhe ne ju besojmë miqve tanë irlandez, punës që po bëjmë me komisionin dhe kemi besim të partnerët, kështu që deri tani gjithçka mirë. Ajo çfarë mund të them është që ne do të vazhdojmë ta ndjekim këtë agjendë. Kemi bërë zgjerimin një prej përparësive kyçe të presidencës irlandeze. Shohim një pikë kulmore shumë të rëndësishme në proces, jo vetëm në Bashkimin Evropian, por edhe në vendet kandidate për reformat që po kryejnë. Dhe aty ku shohim që piketat janë përmbushur e standardet janë vendosur, ne do të jemi atëherë në pozitë për të patur konferenca të tjera antarësimi dhe është ambicia jonë për ta bërë këtë gjë. Pra, e dinim që do të vinte, por donim të siguroheshim që gjithçka të ishte në vendin e duhur. Ne do ta vazhdojmë këtë punë deri në pushimin e verës dhe pastaj përtej. Në fakt 2 javë më parë nuk e dinim që do të ndodhte kjo gjë, të parashikohej do ndodhte në këtë super të martën dhe natyrisht nuk mund parashikohet. Vetëm të them që presidenca, ekipi,
Ministria e Punëve të Jashtme dhe stafi në Këshill do të vazhdojmë ta ndjekim procesin e zgjerimit me shumë energji dhe do të reagojmë për ndaj asaj që Shqipëria dhe vendet kandidate do të bëjmë. Jemi teje të hapur dhe entuziast për perspektivën e konferencave të tjera të zgjerimit që do të vinë. Po, këtu, përpara. Faleminderit. Unë jam nga gazeta daneze. Kryeministër tha që nuk ka alternativë për kundrejt antarësimit në BE për Shqipërinë. Por qeveria juaj ka mbështetur rezortin luksoz, mbështetur nga Jared Kushner që ka sjellë shqetësime edhe në Bruksel për standardet mjedisore dhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë. Si justifikoni mbështetjen e një projekti që komisioni publikisht, për cilin komisioni ka ngritur publikisht shqetësime sa i takon procesit të antarësimit. Komisionere, nga pikpamja juaj, protestat aktuale në Shqipëri, a mund të ngrënë probleme që do të ndikojnë aftësinë e Shqipërisë për të përmbushur kriteret e antarësimit në BE? Nga vitet e gjata në detyrë kam mësuar që kur thua Bruksel është një fjalë shumë komplekse, ka shumë organisma dhe ka shumë zëra në Bruksel. Për ne, të gjitha zërat në Bruksel janë mjaft të respektueshëm, por ka një fjalë që e marrim shumë seriozisht që është zëri i komisionit. Deri më tani më duhet t'ju them se komisioni është në krye të gjithçkaje, duke qenë shumë i mirë informuar, bazuar në fakte, dhe arsyeja pse them gjithmonë, gjysmë prej një kohe të gjatë, që në këtë botë informacioni apo sistemeve shumë kaotike informacioni dhe pikpamjeve mjaft të debatueshme ku e vërteta gjen gjithmonë më pak hapësirë, e gënjeshtrat dhe gjysmët të vërtetat, vërtetat e rreme gjen gjithmonë më tepër hapësirë, komisioni mbetet në fakt ai që mban fort objektivitetin, sepse komisioni punon bazuar në fakte, punon bazuar në të dhëna, punon bazuar në burime të verifikuara. Ndaj jam i sigurt që edhe ju në qoftë se do të kishit interes për faktet, për të dhënat, për burimet e verifikuara, do të kuptonit se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Projekti është ende punë në vazhdim. Projekti nuk është askund, nuk mund të jetë askund dërimtar sepse nuk është finalizuar. Dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis është në proces e sipër. Gjithçka po bëhet sipas rregullave qysh prej ditës së parë, pavarësisht emrave. Përmendja e emrave nuk është diçka që na ndihmon për të shkuar tek e vërteta. Dhe kur them sipas rregullave, ka vetëm një libër rregullash që vlen për ne, që është libri i rregullave të standardeve të antarësimit dhe libri i rregullave të Komisionit të Bashkimit Evropian. Pra, ideja që Shqipëria do të vazhdonte përpara me diçka që nuk do të ishte në përputhje të plot me librin e shenjtë të besimtar dhe ateistëve në Shqipëri, që janë standardet e parimet e Bashkimit Evropian, është pretendim pa bazë. Pra nuk ka asgjë për të shqetësuar, zero. Ne do të bëjmë një projekt që do të jetë krenari
për Shqipërinë e për Europën. Kjo është ambicia ime. Shqipëria duhet ta bëj realitet për veten dhe për Europën. Dhe sigurisht në proces do të jemi, siç kemi qenë deri tani, shumë rigoroz për të kërkuar asgjë përpost standardeve më të larta. Do të kërkojmë vetëm diçka që do t'i bëj të gjithë krenar që e kanë këtë gjë në mes të Evropës. Në të kundërt nuk do të ndodhë. Ne nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të provash e sotme që kemi mbyllur 3 kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter, po edhe për para se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës dhe do të inkurajoja autoritetet, siç dëgjuam që do ta bëjnë këtë gjë sa më shpejt të jetë e mundur. E dim që kjo është një çështje shumë e rëndësishme në debatin publik shqiptar. Protestat janë pjesë e proceseve më të gjera demokratike dhe mënyra se si vendet i trajtojnë këto protesta janë pjesë elpsore e proceseve pluraliste demokratike. Kështu që inkurajoj që qeveria shqiptare të marrë hapa përpara trajtoj shqetësimet e qytetarëve, por është ajo çfarë thash që procesi i antarësimit është një proces në vazhdimsi. Kapitulli 27 është një prej kapitujve më kërkues, kështu që sigurisht, jo vetëm për shkak të kësaj proteste, por më së shumti sepse Shqipëria duhet harmonizojë legjislacionin për të cilin kemi rënë dakord kur çelëm grup kapitujt. Jemi të sigurt që asgjë nuk do të ndodhë në këtë fushë që nuk do të jetë harmonizuar me legjislacionin evropian. Edhe diçka tjetër, sepse dua të sigurohem që nuk ka një tjetër keq interpretim të formulimit. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar, edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane, sepse shfuqizimi nënkupton anulim dhe ligji për investimet strategjike do të shfuqizohet, do të anulohet, ndërkohë që ligji për zonat e mbrojtura është një nga ligjet më të mira që kemi. Është një ligj për të cilin kemi punuar shumë fort për ta hartuar. Ligji i parë në vend për zonat e mbrojtura, sepse nuk kishim një të tillë më parë, ashtu siç nuk kishim shumë gjëra të tjera më parë. Dhe na duhet të trajtojmë pjesë specifike të cilat duhet të jenë në pajtim të plot me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe edhe për këtë, ndërkohë që flasim, po punojmë me komisionin, por shfuqizim nuk është një fjalë që e marrim si fjalë për të qenë në përputhje, nuk është shfuqizim, është një ratim 100% në përputhje me standardet evropiane. Shfuqizimi është për ligjin për investime strategjike, janë dy gjëra ndryshme, thjesht sa për të mos humbur në përkthim siç ndodh. Kemi kohë edhe për një pyetje tjetër, shoh Krisin.